kalimtare, do duhet të merre me disa çështje kryesore dhe pyetja jem është kjo. Cilat janë çështjet kryesore apo ndoshta të vetme me cilat duhet të merret kjo qeveri kalimtare nëse bëhet, dhe dyta thotë që kryeministri duhet të jetë një kryeministër unifikues dhe pyetja pastaj është, a mund të jetë njëri nga liderët e partive apo duhet përjashtohen liderët dhe ky kryeministër unifikues duhet zgjedhet dikush që nuk është lider njëri nga liderët e partive politike? Kjo është tipike çështje që duhet partitë politike në kryes të vendosin. Edhe prioritetet e agjendës brendshme, raporti i Kosovës në rajon, raporti i Kosovës në integrimet euroatlantike, si procese që mund të shkaktohen dhe natyrisht të çështjet që i takojnë në debatin. Ne nuk kemi dash as me vendos ekskluzivitete, as me vendos diçka tjetër, po parimisht ne besojmë që duhet me një mandat, në një periudhë kalimtare, një ekip i cili e shtir një agjendë dhe përgatit Kosovën për një fazë krejtëri. Zotën nuk është rasti i parë, shihni edhe modeli gjerman, edhe modeli holandez, edhe më herët francez, si popull me demokraci të konsoliduar, kanë bërë reagime shtetërore ka ndryshimeve globale. Dhe në formula që ata kanë ulur këtu kanë gjetë, kanë vendosur dhe sot Gjermania ka mbyllur një cikël jashtëzakonisht vështirë për shembull, por Kosova duhet në opsionin e tij, në opsionin e saj, të ulet urgjentisht dhe të gjenë rrugën më të mirë që ti funksionalizon fundja nëse del opcioni më i mirë se beson në vetëvendosja është çështje që mund të dalë nga një dialog ose nga një debat tjetër, por ne besojmë që ky opcion për rreth këtij opsionit Kosova edhe del nga ngërshi politik edhe jep shpresë të vendi për mjesë më të sigurt. Aziri dhe Rexhaj të fundit e keni nga Halil Matoshi, pastaj jeni të lirë për ta vazhduar jetën në çfarëdo obligimi që keni. Urdhroni. Urdhro Halil. Përshëndetje zoti Aziri. Edhe zoti Rexhaj. Edhe zoti Rexhaj padyshim, miku i politikos. Ashtu e thu ti. Dytë janë miq politikos, sidomos zoti Aziri. Po zoti Aziri i kam 3 çështje të vogla, nuk po du me i zgjat, po i them telegrafikisht. A keni ju si le të ke garancë që zoti Kurti ka qëllim me kriju qeveri, apo po don mjet? E dyta, unë mendoj që jo, po don me kriju mjet e jo qëllim. E dyta, a do të thot kjo qeveri nacional tranzicionit që Albulena Haxhiu pranohet nga LDK si kryetare kuvendit? Dhe e treta, a i keni thonë ju si LDK me këtë letër të fundit drejtu adresu zotit Kurti, jo një koalicioni tish opozitës i cili do ta dërgonte vetëvendosjen në opozit. Shumë pyetje i kërë ndicë, Halil, po. Urdhro, Aziri, telegrafikisht Halilit shumë pyetje ta ka bërë një intervistë shkurtër. E para për LDK në emni i propozuar nga lëvizja vetëvendosja është e drejtë e fitume. Dhe ata kanë vlerësu, ata kanë propozu, por po mungon angazhimi maksimal për ta bërë të zgjedhur dhe këto problemi. Natyrisht që nuk kemi rol ne partitë e tjera që nuk është ndërtuar ai besim sa përket meje, edhe LDK-s ne nuk kemi ndërhyr në të drejtën e fitume, as nuk pranojmë që të drejtën tonë të fitume nesër me laku askush tjetër. Nuk është çështje thjesht procedurale, kjo është çështje politike dhe kjo është njëra prej arsyeve që ne në takimin e dytë të ftuar nga zoti Kurti nuk kemi shku sepse kemi thonë për çka duhet bisedojmë për çështjet fituara dhe çështje procedurale. Zoti Kurti edhe në letrën e parë unë kam besu dhe kemi diskutuar në LDK dhe letrën e tretë e ka qëllimin politik. Dhe kur zoti Kurti ka qëllim politik, ai ndryshon mjetet, po qëllimin nuk ndryshon. Dhe kjo është e vetëdijshme edhe duhet mu lexu drejt. Qëllimi i tij politik është që me ndërtu institucione dhe me trajtu LDK si partneri katërt në qeverisin e tij. Duke pas parasysh që ai ka një provoj këto 4 vite me partner të veçën
që kanë qenë të absorbum mbrana listës së tij edhe zgjedhore herën e fundit në firmën e vetëvendosjes, por një renditje dhe një marrëveshje politike që e kanë mbërrit. Edhe me minoritetet jo serbe në Kosovë po ashtu. Edhe raportin e mond njëjtë. Tani zoti Kurti po beson që me bindë LDK-n duke e ofruar si partner të radhës me ndërtu institucione. Ne po besojmë se jemi të pamjaftueshëm dhe zoti Kurti nga provoja që ne kemi pas, siç e përmenda më herët, nuk na ka bindë dhe përdej kësaj na duhet mos zhuru roli i partive politike në ndërtimin e institucioneve. Aziri, apo i thua Albër Rexha që gjithsesi kryeministri i Republikës Kosovës do kalojë nëpër zyrat e LDK-s? Aja po shetash që proceset pa LDK nuk shkaktohen, as nuk mbyllen. Që ne sot kemi shkaktuar një proces të ri dhe të punojmë bashkë ta mbyllim, sidoqë që mbyllen në fund, po besoj që suksesshëm ka me datë për gjitha palët. Por nëse nuk bëjmë ngarë për me lanë faj publik, nëse bëjmë angazhime konkrete për me mri qëllim politik, atëherë rruga është të hapën, qëllimi politik mrihet. Unë e di që mund me pas parti politike që lodhet, tërhiqet, prikohet, nuk merr pjesë këtë proces LDK-s, por nëse kemi qëllim përbashkët, funksionalizimin e institucioneve, pa kushte, atëherë këtë qëllim rrihet pa asnjë lloj probleme. Okej, po. Kriteret tjera vendosën tavolin. Ato të jenë kriteret partës institucional. Ato të kenë rol ata. Çfarë roli do të kenë ata? Cili do të jetë roli i subjekteve politike? Sepse fundja, secili sipas fuqisë politike ka me pas rolin e vet, besoj, nuk ka kur pa diskutimi këto. Arbër, kryeministri nga zyrat e LDK-s gjithsesi. Sipas Azirit. Ky diskurs konstruktiv prej pozicionit të tretë të zotit Lutfi Azirit, do ta merrja shumë ta themi parasysh në kuptimin më pozitiv të mundshëm kur thotë nga zyrat e LDK-s. Po fundja fundit edhe opsioni janë edhe zgjedhjet zotri Aziri. Nuk e pranoj. Po kemi një raport pothuajse të barabartë në kuptimin e numrave, siç po dëshironi që t'i quani ju, dhe atëherë sigurisht mendoj që ajo e cila prohet të bën Kosovën në zgjedhje është Lidhja Demokratike e Kosovës dhe natyrshëm me qenë se a priori ne kemi përjashtuar Partinë Demokratike të Kosovës nga një koalicion i mundshëm, se nuk e shloj bashkëpunimin me ta. Pra nuk e fshojmë që kemi programe të cilat mund të parafrohen me ta. Dhe natyrshëm, refuzimi juaj, ja lutem shumë se kam nevojë me shpjegu, refuzimi juaj ishte refuzim edhe të diskursit pak më agresiv se sa i zakonshëm. Mendoj që liderët e mëdhej ulen, bisedojnë, flasin për programe, flasin, madje ju nuk e keni pas ta themi autorimin për të ullë së paku një herë edhe për të diskutu pra zotri Abdigjiku me kryeministrin Kurti. Dhe mendoj që kjo është dobësi e madhe në kuptimin e një lloj frike prej përballjes. Dhe mos harroni një gjë e cilën po duam e thonë edhe pak si aktivist politike. Lumira Abdigjiku kompetencën politike ka marrë prej Kurti duke qenë ministri i tij. Madje rritja e tij eventuale ka ndodhur pikërisht në kohë. Ke reagim të ashpër nga Shqipja. Hajgare, Arbër, qëtar seriozisht e kënë shumë e nivelin e hajgareve. Arbër, e ke ullë debatin, e kënë shumë e nivel hajgares. Po nuk mundesh bre me thonë kështu, qysh po mundesh me akuzu Abdigjikun, kur Kurti as dorën nuk ja vjen kur shkon të kuvend kolegëve të vetë deputet e po flet për arrogancë. Po le, por zote, le. Jo, po pelshon shumë. Ama kështu, vetëm pak, se reagim Aziri ka drejt reagimi, urdhro. Mje keq, por nëse ne vazhdojmë me u lumëtu dhe me gjithë faj publik, thjashtë i përgjithë të ashme, unë mendoj që edhe zoti Rexha e ka lezu drejt, zoti Kurti e nënvizon përsëritjen e zgjedhjeve me replikim të rezultatit. Dhe me ofertë prapë njëjtë, pak a shumë.
Mungesa një dialogu 4 vjetë, vetëvendosja mund të pranon që të udhëhiqet në parimin one man show, por Erdogan nuk mund të pranon që Kosova të udhëhiqet në parimin one man show. Dhe kjo është dallim shumë i madh. Dhe këtë format duhet me thy, duhet me ndryshu, në mënyrë që më unë tavolinë barabartë me diskutu. Dëshirat dhe mundësitë në politikë dallohen. Notën e mirë, faleminderit. Vetëm pak, ti them Lutfi Azirit, faleminderit shumë që ishte me neve, edhe Arbër me që deshe ta përmbyllje, faleminderit ti them Lutës, se ka rrugën, Arbër se na shkaktove pak tronditje këtu në studion e politikës. Në kuptim, veç edhe diçka të fundit kushtrim edhe sigurisht edhe unë po e mbylli, pastaj Shqipja le të vazhdojnë me mbrojt lidhjen demokratike, se ka fosur me njësat ma. S'ka kuptim Arbër kjo. S'ka kuptim Arbër. Absolutisht proja, në bindjet e mija. Jo, veç ka saroj se unë mbrojt bindjet e mija. Dhe Arbër të e di shumë mirë se unë veç bindjet e mija i mbroj. Dhe këtë e di besoj. Që nëse janë takska me një parti tjetër, kjo s'do me thonë se dikur i kom pas njëta me vëvën, së di kam ndryshe. Por prap janë bindjet e mija, për dallim për disa për juve. Ushtrim, Zotri Aziri e tha që palët, do më dhënë, në të ardhmen të ulen